opozitës, zotin Sali Berisha! Të dashur qytetare dhe qytetar, demokrate dhe demokrat, opozitar dhe opozitare, të pranishëm në këtë shesh dhe kudo që jeni sonte, të dashur shqiptare dhe shqiptar, kudo që ndodhi sonte, për shëndetjet e mia më të përzemërta, për ju, misionare dhe misionar të pamposhtur, dhe guximtar të kombit shqiptar, të pranishëm sonte në këtë shesh beteje, dhe për të gjithë shqiptarët kudo që janë, të nderuar drejtues të Partisë Demokratike, partive aleate, të nderuar deputet, të pranishëm në këtë protest. Vëllezër e motra, do ta nis këtë fjalë me një mesazh që këtë javë të tmerruar nga protesta jon e kaluar, mediat e qeverisë bën gjithçka ta vendosin në harres. Mesazhi im është ky. Sot ne jemi në kilometrin e fundit. Me ndihmën e Zotit, asgjë s'do ta ndalë drejt fitores tonë. Sot ne jemi para triumfit të madh. Shumë kujt, triumfi mund t'i duket ende larg, kur shef udhkryqin në të cilin ndodhet Shqipëria. Por miqtë e mi, opozita që kemi bërë së bashku vitet e fundit, ka qenë padyshim maraton jo e lehtë. Thuaj një kalvar maraton, e mbushur me dhunën e narkoshtetit, presione dhe izolime orwelliane. Ndaj presione dhe izolime orwelliane ndaj nesh, për dhe një qëndres stoike, sakrificat të dhimbshme nga ne, ishin vitet një përballje tegër me regjimin e narkodiktatorit Maduro, biri një xhelati që firmoste varjen e kundërshtarëve politik dhe që përdori të gjitha mënyrat për realizimin e projektit të tij, Shqipëria me kallp opozit apo Shqipëria pa opozit. A i bëri gjithçka, përdori burgjet, përdori trillimet, përdori manipulimet, lobimet e korruptuara, por ja ku jemi sot në të fortë se kurrë. Në udhëtimin ton,
që në kilometrat e parë, ne ju dëshmuam shqiptarve dhe botës se projekti Shqipëris pa opozit, apo kallë për opozit, ishte turpi tyre, ishte turpi historisë, që ne të gatshëm për çdo çmim, kur nuk do ta pranonim. Në këtë udhtim, ne u ngritëm si Feniksi nga hidhi, dhe nga izolimi me i thellë, arritëm në kilometrin e fundit, si forca politike me mbështetur nga shqiptarët dhe partit si motra në mbar botën. Arritëm në kilometrin e fundit, pasi plagosëm për vdekje bishën narkodiktatur dhe u dëshmuam shpresa e vetme e sigurt e shqiptarve. Zoti ju bekoft. Në udhimin tonë epik, ne ju provuam shqiptarve dhe botës se jemi të pamposhtur dhe se sot në kilometrin e fundit jemi më të fortë, më të vendosur se kur në ekzistencën tonë. Me punë, me vështirësi, me sakrifica, me presione të shumë llojta, por sot jemi mbledhur masivisht në këtë protest madhështore, se cili nga ne duhet të rikujtoj ato që ne realizuam së bashku hap pas hapi me qendresën tonë, me mbrojtjen e të vërtetave që besojmë gjatë kësaj opozite të vështirë. Në këtë udhtim, duke qëndruar të palkundur dhe sy me sy me narkoshtetin, në mbrojtje të vërtetave tona, të vlerave të lirisë, ne siguruam 7 rezoluta ndërkombëtare, 7 rezoluta që të gjitha partive të spektrit ton, që qeverisin vendet më të lira, më të fuqishme të planetit, dhe që de facto e kaluan Partinë Demokratike nga forca politike më izoluar në forcën në opozitën me mbështetjen më të madhe të gjitha kohërave në arenën ndërkombëtare. 7 rezoluta që damkosen para shqiptarëve dhe mbar botës Ramaduron si armikun më të egër të pluralizmit politik dhe votës së lirë të shqiptarëve, narkodiktatorin që ndërtoi në Shqipëri, narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë, si kryeministrin që